Është traditë e mrekullueshme kjo e iftarit, ku rrim me njëri tjetrin, flasim, bisedojmë, ku ndajmë dashuri e mirësi për njëri tjetrin, në traditat më të bukura që ka Shkodra, në traditën e harmonisë. Fjalimi më i bukur është një iftar i bukur dhe i mirë. Fjalimi më i bukur është ndarja e dashurisë mes njëri tjetrit në këtë tavolinë përbashkët të këtij iftari që jemi sot. Të gjithë ne kemi kënaqësinë që marrim pjesë në iftarin tradicional, që është më tepër se një vakt, është një moment që ne na forcon më tepër atë afirmitetin, shikojmë njëri tjetrin në sy me dashamirësi, por edhe reflektojmë vetveten tonë drejt përmirësimit të bashkëpunimit, por edhe të mirënjohjes për njëri tjetrin. Thot një fjalë e urtë arabe, aty ku ka bereqet me njerëz të bereqetshëm, ka edhe muhabet të amël. Kështu që ne jemi mirënjohës zoti kryetar për këtë iftar të begat, që padyshim tashmë është edhe në largimin e këtij muaji të begat të Ramazanit, që lutemi që Zoti ja pranoft agjërimin e të gjithë atyre që kanë agjëruar, por një të kohë është edhe afër Virgjiljes të një feste të madhe, që tashmë ka filluar të lëshoj aromen e gëzueshme dhe të hareshme që është Fitër Bajrami, dhe për cilën ne lutemi që të na sjellë paqe dhe harmoninë e familjeve tona, edhe mirësinë në qytetin tonë të bukur të Shkodrës.